Të kenë ujë të bollshëm në çdo kohë është kërkesë legjitime e çdo qytetari. Por sipas ndërmarrjes publike komunale, në Gostivar, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve apo më shumë se gjysma e tyre vazhdojnë të mos paguajnë faturat për ujin që shfrytëzojnë, duke krijuar një situatë ku kërkesat për shërbime më cilësore rriten ndërsa pagesat që mundsojnë këto shërbime mbeten të ulta. Pikërisht për këtë arsye, NPK ka nisur një sër masësh për rritjen e arkëtimit të borxheve, duke ofruar qytetarëve mundësinë e pagesës me këste para se rastet të përfundojnë tek noteri apo përmarruesi. Kështu bën të vditur drejtoresha e ndërmarrjes publike komunale Arta Hasani. Ndërmarrja ishte obliguar që të bën një apel deri tek qytetarët dhe për të ofruar një mundësi për pagesë të borxhit të mbetur me këste, për shkak se përqindja e pagesës ra shumë, qytetarët do me thënë nuk shprehnin një interesim të madh për të bërë pagesa ndaj ndërmarrjes, prandaj ne bëm një apel deri te ata për të hikur procedurave siç janë noter përmbarues për të mos krijuar edhe shpenzime të tjera ndaj tyre. Interesim kishim sa i përket apelit. Unë shkruam parafërsisht rreth 200 kontrata me këste, të cilat palët vu përmbahen. Tash kishim edhe një aksion me vërejtje, edhe pre asaj kishte efekt, mirë po nuk kishte ajo që është nevojshme. Do me thënë, duhet akoma përmirësimi i pagesës të bëhet, të rritet niveli i pagesave të fakturave, me qëllim që edhe ndërmarrja ti përmirëson shërbimet që i ofron. Nga ana tjetër, me rritjen e temperaturave është shtuar ndjeshëm edhe konsumi i ujit. Edhe pse nga burimi sigurohet sasi e mjaftueshme në terren, vazhdojnë të evidentohen raste të harxhimit të tepërt dhe keqpërdorimit të ujit. Për të kalimin e këtij problemi, Komuna e Gostivarit dhe ndërmarrja publike komunale janë duke punuar në ndërtimin e një linje të re të furnizimit nga burimi, projekt i cili pritet të përfundojë deri në mesin e muajit korrik. Sa i përket furnizimit me ujë nga burimi i fshatit Vrutok, çdo ditë në GIP hyjnë 410 litra për sekond ujë, e cila është e mjaftueshme për banorët të cilët jetojnë në qytetin e Gostivarit, mirë po harxhimi është shumë i madh, dhe me thënë abuzohet shumë me ujin, dhe harxhimi është 3 fish më i madh se sa nga ai që është i nevojshëm. Kemi problem shumë me ujin, me siç dihen edhe në disa fshatra dhe në disa lagje të qytetit. Nga komunalet apelojnë që qytetarët të tregojnë përgjegjësi duke e përdorur ujin në mënyrë racionale dhe duke e paguar atë. Kjo veçanërisht gjatë periudhës së verës kur kërkesat për ujë janë më të larta. Vetëm përmes një qasje të kujdesshme mund të sigurohet furnizimi qëndrueshëm dhe i pandërprer me ujë për të gjithë konsumatorët, thon nga ndërmarrja.